U përurua një pjesë prej 700 metrash të bulevardit Vidoj Smilevski Bato në Tetov, një projekt që ka kushtuar 1.1 milion euro. Kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, njoftoi se ky projekt përfshin kanalizimin atmosferik dhe fekal, ndriçim dhe gjelbërim. Ky projekt është i rëndësishëm paisa në vetvete që zgjidh një ndër problemet më të mëdha të komunës Tetovës në procesin në aspektin e infrastrukturës, është i rëndësishëm edhe nga shkaku që paralajmëron një val të madh investimesh në infrastrukturë të përkrahura nga qeveria e Maqedonisë së Veriut, që për këtë vit për Tetovën do të jetë një vlerë diku rreth 15 milion euro dhe që një pjesë e madhe janë të parapara në përmirësimin e infrastrukturës rrugore. Kryeministri Hristijan Mickoski tha se ky bulevard tashmë ka marrë formën e tij. За мене представува задоволство затоа што можам да присуствувам на еден убав настан, важен за Тетово, но не само за Тетово, туку и за сите граѓани во Полошкиот регион, кои што го користат овој правец. Нешто кое што порано можеби делуваше невозможно, еве со напорна работа на градоначалникот, со напорна работа на советниците, на администрацијата, на пратениците, овој проект полека но сигурно ја добива својата димензија и форма. Zëvendës kryeministri Izet Mexhiti theksoi se ky projekt është një përfitim i rëndësishëm për qytetarët e Tetovës, duke mundësuar lëvizje më të lira dhe më të shpejta në qytet. Ministria e Mjedisit Jetësor ka participuar në ndërtimin e tij në kuadër të projekteve të shumta që po mbështesim anë mban vendit që ndodh për herë të parë pikërisht me këtë qeveri. Ky projekt ka nisur që në vitin 2016 me financim nga Banka Botërore dhe ishte parashikuar të fillonte në vitin 2020, por puna u ndal për shkak të pandemisë. Bulevardi do të shtrihet deri në fshatin Poroj dhe qëllimi është të lehtësohet trafiku në lagjen Drenovec.